Përshëndetje për gjithë, sot do ju sjell një recetë të thjeshtë kifle shtëpie me përbërës të thjeshtë, bën të buta dhe shumë të shkrifta, të mbushura me reçel të frutave. Këto kifle mund t'i merrni me vete kudo në punë apo për fëmijët në shkollë. Për ju që dëshironi të përgatisni recetën si unë, ndiqni videon në vazhdim. Reçelin e frutave mund ta gjeni në Superviva. Fillimisht përgatisim brumin, treti maja në bukës me qumësht, tundim vezët, hedhim qumështin e ngrohtë, shtojmë kripen dhe sheqerin, shtojmë vajin, hedhim mielin gradualisht, brumin e punojmë derisa të bëhet jo i ngjitshëm, e mbështjellim dhe lëm të qëndrojë një orë. Pastaj brumin e ndajmë në 10 pjesë, prapë i punojmë në këtë mënyrë, i mbulojmë dhe i lëm të pushojnë edhe 20 minuta të tjera. Kulaçat i hapim në këtë mënyrë, vendosim reçelin, formën i japim si në video. Pastaj sipër i lyejmë më të verë të vezës të përzier me fare pak qumësht. Pjekja bëhet në temperaturë 200 gradë për 20 deri në 25 minuta.